Sipas të dhënave nga dokumentet zyrtare, kjo kompani ka marrë leje ndërtimi fillimisht nga kryetari i bashkisë Erion Veliaj të datës së 19 nëntor 2020 e më pas në datën 25 kanë kryer pagesën e taksës 8%. Sipas lejes, zhvilluesi është Agroroma. Në qershor 21, KKT me firmën e Edi Ramës dhe Belinda Ballukut miraton një tjetër leje ndërtimi pranë zogut të zi, kompanisë Agroroma 19. Tashmë, me lejen e ndryshuar nuk do të jetë vetëm kompleks rezidencial, por edhe një hotel. Leje për rishikim të kushteve të lejes gjatë ndërtimit për objektin Soho Towers, objekt me funksione komplekse, shërbim, hoteleri dhe rezidencial me vendodhje pranë zogut të zi, Bashkia Tiranë me subjekt zhvillues Agroroma 2019 SHPK. Në vitin 2024, Rama dhe Balluku miratojnë edhe leje për rishikim të kushteve të lejes gjatë ndërtimit për objektin Soho Towers, objekt me funksione komplekse, shërbim, hoteleri dhe rezidencë, me vendodhje pranë zogut të zi, Bashkia Tiranë, me subjekt zhvillues shoqërinë Agroroma 2019. Për ndërtimin pranë zogut të zi, Iglitari do të themelojë kompaninë Soho Investment Partners në shkurt të vitit 24, me administratore Teuta Agalliu, e ëma e Soni Agalliu, Tezja e Iglitares. Sipas të dhënave të pagave në vitin 2021, zonja Agalliu ishte e punësuar si analiste pranë FSHU, institucion tjetër varësie i Belinda Ballukut. Ne nuk e dim nëse ky është pallati për cilin flet Belinda Balluku në telefon me Evis Berberin. Ne nuk e dim nëse ky është pallati që në telefon Belinda thot mos shisni më pak se 3.000 euro. Ne nuk e dim nëse Bela këtë leje e firmosi nga vila në White Rocks Dërmi apo në emër të kujt janë vilat ku veron Bela. Por të gjitha këto pikpyetje i takon SPAK të jap një përgjigje. Ndërsa lejet e ndërtimit jepeshin me firmë të Belinda Ballukut dhe Edi Ramës, zemërgjërsia e titularëve të qeverisë shoqërohej edhe me dhurata nga kryebashkiak të tjerë që pronën e fermerëve u jepnin zëngjinëve të rinj. Ka qenë KLSH që ka gjetur shkelje të rënda në procedurën për t'i dhënë kompanisë së Iglitares tokën në sheq Marinas të Fierit, dhe nuk bëhet fjalë për pak, por për plot 3.3 hektar. Në faqen 97 të raportit, audituesit shtjellojnë në detajo kontratën e lidhur midis Agroroma 2019 dhe Bashkisë Fier. Kontrata e lidhur me shoqërinë Agroroma mban datën 27/5/22 me afat 20 vjet. Sipërfaqja e 33.000 metrave katror ranishte ndodhet në fshatin Sheq Marinas. Audituesit në raport shprehen se kjo sipërfaqe toke është dhënë pa marrë më parë miratimin e Këshillit Bashkiak Fier, siç e parashikon ligji. Kontratë e lidhur me shoqërinë Agroroma datë 27/5/22 me afat 20 vjet, në faqen 2, baza ligjore dhe neni 1 i kontratës i referohet vendimit të Këshillit Bashkiak të vitit 2017. Në pikën 1 të këtij vendimi është miratuar dhënia me qiraj sipërfaqeve në fshatin Sheq, njësia administrative Topoj. E në këtë vendim janë disa sipërfaqe toke me numrin dhe zërin kadastral. Pra evidentohet qartë, toka që Armando Subashi i ka dhënë kompanisë së Iglitares nuk është pjesë e këtij vendimi të Këshillit Bashkiak dhe është përdorur si referencë, duke e çuar këtë procedurë deri në falsifikim. Por jo vetëm kaq. Sipas KLSH, për dhënien e tokës janë shkelur të gjitha procedurat. Nuk është ngritur grup pune për kryerjen e praktikës e madje në shkeljet e ligjit për dhënien e pasurive shtetërore me qira janë marrë kompetencat e Ministrisë së Ekonomisë. Pra, pasi shkeli hapur procedurën, pasi nuk ka ngritur as grupin e punës për vlerësimin e dokumentacionit, pasi nuk ka relacion për përcaktimin e çmimit, Armando Subashi merr edhe tagrin e Ministrit të Ekonomisë, pasi vetëm ai ka tagër të jap me qira toka pa fryt, ku hyn kategoria ranishte. Por Subashi për miqtë e Belindës nuk u mjaftua me kaq. Edhe pse ligji e përcakton qartë se afati maksimal për lidhjen e kësaj kontrate është 10 vite, ai firmos për 20 vite. Pas firmosjes së marrëveshjes mes Bashkisë Fier dhe Agroroma në 18 dhjetor 20, Belinda Balluku ka dhënë miratimin paraprak për ndërtimin e një centrali fotovoltaik në 30 dhjetor. Më pas, Armando Subashi në vitin 22 lidh kontratën përfundimtare të qeras me subjektin Agroroma. Pas ishin kryer të gjitha procedurat me shkelje të rënda ligjore, në maj të vitit 23, Edi Rama dhe Belinda Balluku miratojnë lejen e ndërtimit për central fotovoltaik. Leje zhvillimi për objektin, ndërtimin e impjantit gjenerues të energjisë elektrike fotovoltaike me kapacitet të instaluar dhe veprave ndihmëse, me vendodhje Bashkia Fier me subjekt zhvillues Agroroma 2019 SHPK. Për ta përmbyllur me sukses procedurën, sigurisht Iglitare
ka marrë konsulencë nga një tjetër kompani e lidhur me Partinë Socialiste. Sipas bilanceve të publikuara në QKB, do të ishte kompania A2 Partners & Law e themeluar në janar 2020 nga vajza e Fatmir Xhafës, Aulona Xhafaj, edhe kjo e fundit, jo një emër i panjohur, jo vetëm si vajza e arkitektit të reformës në drejtësi, por edhe si përfaqësuese e një tjetër leje parku fotovoltaik, ngjitur me parkun e Iglitares. Pra edhe në këtë rast, dyshimet forta ngrihen se zona e re energjetike në Fier nuk është thjesht një investim në këtë sektor, por një hapësirë e re e përvetësimit dhe përfitimit të lejeve nga njerëz pranë pushtetit, që nesër do të jenë zotër të sektorit energjetik të vendit, me miliona në xhepat e tyre, fal vizionit të Belinda Ballukut dhe Edi Ramës.